Të shpejta, jeni gati. Okej, ta nisim. Jepi Leila. Kafe apo çaj? Çaj. Pizza apo pasta? Pasta. E ke tepruar çik më ushqim. Më mirë dukesh. Ke filluar fitnessin? Jam regjistruar. Jo, je shumë mirë tani. Je. Më besoj që për sytë e mi tani je shumë më mirë. Është komenti që marr më shumë se nuk më ka thënë askush deri tani që isha më mirë ashtu, por tonifikim, pak tonifikim se e kemi shkelur se u dobësove shumë, me thënë të drejtën, po. Ditë apo natë? Ditë. Frymëzohesh më shumë gjatë ditës? Me thënë drejtën më pëlqen drita. Edhe pse kohët e fundit kanë filluar rri shumë gjatë zgjuar, se jam në punë, po nuk ke ndjej natën. Kupton, kurse dita më duket dita është më e këndshme. Nata është e huaja, thotë. Po, dita është e juja. Dita është e jo. Qent apo macet e dim përgjigjen, por vdes për të dyja, jashtëzakonisht i dua, po zgjedh macet se mërzitet kuki. Po. Jepi Leila? Të shkruash mesazh apo audio 3 minutë dramatike një audio? Jo, të shkruaj mesazh. Okej. Më mirë, domethënë. Në radhë çoj audion. Nuk hyn Leila te kjo përgjigje jote, sepse të çmend me audio nga 4 sekonda dhe ndonjëherë të hikën unë bëj gjithmonë, nuk arrin ta vendosësh në vesh. Përpiqem të jem empatike dhe bëj gjithmonë ato që do doja që njerëzit bëjnë me mua. Pra unë nëse ti më çon audio, unë nuk mundem ta dëgjoj ndoshta në kushtet ku jam, kurse një mesazh mund ta lexoj. Mund ta lexosh, po, e kuptove Leila? Kështu që mos shoh audio, Leila. Bregdet apo mal? Mal. Dashuri apo muzik? Dashuri me muzik. Të dyja. Dashuri romantike apo dashuri me sarkazëm dhe batuta? Do zgjedh dashuri romantike. Nice. Çfarë? Jo, nuk të pëlqen më të bësh kështu. Shiko, unë mendoj që aty ku ka ndjenjë, nuk qeshet më, aty ku ka romanticitet, ku ka ndjenjë, patjetër që pastaj batutat vinë spontanisht edhe, kështu që. Përkëdhelja apo puthje? Puthje. Pak publicitet edhe kemi ende pyetje. Mos kujto se shpëtove.